është dhembje pikëllim e mundim të shohësh se si 27 vjet pas përfundimit të luftës, e vërteta e cila u përpoqen ta heshtin e ta zhdukin, vërtet. Dhe sa ishim ne aty, u zbuluan edhe disa kocka të reja, me qenë se gërmimet edhe ekshumimi po vazhdon. Unë falenderoj Institutin e Mjekësisë Ligjore me ekspertët e forenzikës dhe antropologët, gjithashtu edhe ata që janë nga Bashkimi Evropian, përkatësisht nga EULEX-i, për punën që po bëjmë. E kanë mbështetjen e plotë të qeverisë Republikës Kosovës dhe të shtetit tonë nga përgjithësi, në mënyrë që ankthi, vuajtja e familjeve të cilët ende i kanë më të dashur të tyre të pagjetur që nga lufta e fundit në Kosovë të marrë fund, dhe për këto familje, për të cilët ende nuk ka përfunduar lufta, më në fund të munden që në paqe e të qetë të kenë varre të dinjitetshme për ata që u vranë në pranverën e vitit 1999, vetëm dhe vetëm për shkak të identitetit të tyre kombëtar shqiptar. I bëjmë thirrje faktorëve ndërkombëtar, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, që këto dokumentacione të klasifikuara që janë në Beograd të deklasifikohen dhe të zbardhet e vërteta në mënyrë që ata mbi 1500 persona që janë ende të pagjetur, ato qindra familje të se po presin për më të dashurit e tyre, më në fund t'ju përfundoj ankthi edhe dhimbja e të mund t'i varrosin me dinjitet e shtrat e antarëve të familjeve të tyre, të më të dashurve të tyre.